të gjithë, edhe siç dëgjuam nga apostulli i sotëm, kur Zoti në predikimin e tij në mal i fton njerëzit që të jenë kurajos. Ndryshe nga njerëzit e botës, të cilët shikojnë vetëm interesin e ngushtë të tyre, dhe marrëdhëniet me njëri tjetrin i ndërtojnë vetëm në një farë mënyrë marrëdhënie kontraktuale. Në qoftë se ti do të më japësh, atëherë dhe unë do të jap diçka, ose unë të kam dhënë diçka, atëherë pres patjetër diçka prej teje. Zoti i nxit nxënësit e tij që të mos jenë të tillë. Zoti, edhe pse për disa mund të duket drejtësi kjo, ose një normë e pranueshme, Zoti na nxit që të jemi më tepër se kaq. Sepse ai na krahason ne me atin e tij, me veten e tij. Sepse Perëndia nuk shikon vetëm të mirët, po Zoti kujdeset edhe për të këqijt. Dhe Zoti i do edhe të këqijt, pavarësisht se mund të duket e çuditshme për disa njerëz. Por të gjithë janë krijesa të Perëndisë. Perëndia çdo ditë që jep që njeriu të pendohet. Dhe për të penduar jemi të gjithë kandidat. Të gjithë kemi nevojë çdo ditë të pendohemi. Por jo vetëm të pendohemi për mëkatet tona, por Zoti na nxit të bëjmë edhe më tepër, të tejkalojmë vetveten tonë. Dhe mënyra si e tejkalojmë veten tonë është pikërisht duke e hapur veten. Dhe Zoti na thotë që nëse duhet t'i japim edhe atyre që nuk presim gjë prej tyre. Në këtë mënyrë thotë do të fitoni nga ati juaj shpërblim. Dhe në një farë mënyrë të krishterët, nëse ne duam një shpërblim nga ati, nuk do e marrim atë vetëm nëse kemi dhënë dikujt që do të na e kthejë. Atëherë thotë Zoti, e ke marrë shpërblimin tënd. Atëherë nuk presim gjë nga ati. Por nëse neve do të japim atyre që nuk presim të na japin, nëse ne do ndihmojmë atë që as nuk pret një ndihmë prej nesh, nëse neve falim, që shpeshherë duket një fjalë që shpërsëri duke shumë për njerëzit, e të gjithë ne nuk e kemi të lehtë të falim thellë brenda vetes tonë. Brenda vetes tonë vetet ajo inati, mëria, smira, të cilat me kalimin e kohës nëse se nuk luftohen dhe nuk kundërshtohen, ato e bëjnë njeriu shumë negativ. Edhe për këtë arsye Zoti këtë sëmundje mundohet të na kurojë. Për këtë arsye na fton vazhdimisht që të falim të afërmit tanë. Ashtu siç edhe një atë shpirtëror i shkretëtirës, kur dikush i vajti dhe i tha atë, dikush po bën padrejtësi ndaj meje, çfarë duhet të bëj? Atëherë ai tha, le t'i lutemi Zotit të bashkë. Edhe u lutën të dy, edhe filloi ati duke u lutur me lutjen Ati ynë që je në qejtë. Edhe të dy po luteshin, dhe në momentin kur shkuan edhe për të falur mëkatet, ky atë Silusi quhet, i thotë, edhe mos na i fal mëkatet tona, sikundër edhe ne nuk u falim të afërmve tanë. Edhe ky u hapiti tha, atë e gaturove thë. Do të themi na i fal fare tona, sikundër edhe ne u falim fajtorëve tanë. Ej, thot, por derisa ne nuk i falim fajtorëve tanë, atëherë s'kemi kurajo të themi Zotit të na fali edhe neve mëkatet. Në këtë mënyrë u pendua, edhe ky njeri kuptoi që përpara Zotit nuk vlen aq shumë drejtësia, sesa është më e madhe mëshira edhe falja. Sepse edhe ne përpara Zotit nuk mund të shkojmë përpara Zotit me drejtësi. Askush nga ne nuk mund të jetë i drejtë përpara Zotit. Nëse do fitojmë hirin e Zotit, do fitojmë vetëm me mëshirë, me pendim edhe me falje. Sepse shpëtimi është dhuratë. Askush nuk e fiton këtë. Kështu që nëse dojmë të ngjajmë Perëndisë, duhet të bëjmë edhe ne pak nga pak të ngjashëm. Zoti na fton të jemi të guximshëm. Me guxim të mundim egoizmin ton edhe mëkatin. Edhe një herë bekimin e Zotit dhe jap të mbarë të gjithë.